الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم ما بعد falenderojmë Allahun te bareke ve teala, atë falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e tij të dukshme dhe të padukshme, me të vërtetë mirësia më e madhe që na i ka dhuruar Allahu xhallahu ala, që na ka bërë i thartë të Islamit, i thartë të shahadetit la ilaha illallah. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për mikun ton, të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër, lagni gjuhët e juaja me salate dhe selame sa herë që të përmendet emri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sonte me lejen e Allahu xhallahu ala vazhdojmë në një kapitull të ri pe kapitujve të librit Fiqhun Nafs, rrugëtimi dhe të njohjes të vetes, të hoxhës tonë të nderuar Yahya ibn Yahya. Allahu ruaj dhe mëshiroft ya Rabbel Alamin. E që mund të them o ju vëllezër se është kapitulli më i rëndësishëm i librit. Bile është çështja më e rëndësishme në jetën tonë. Kapitali më i madh që e posedojmë në jetën e dunjas dhe në ditën e takimit para Allahu xhallahu ala. Allahu subhanahu wa taala thot: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Ditën kur nuk bën dobi as malli dhe fëmia, vetëm kush do t'i shkon Allahut me zemër të shëndosh. Pra kapitulli i vëllezër që e ka quajtur shehu quhet El Qalb, zemra, i cili është kapitali dhe pasuria më e madhe që e posedon çdo njeri prej nesh. Andaj Imam Abdullah ibn Mubarak thonte rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya, ndoshta një vepër e vogël e bën të madhe zemra, niyeti, qëllimi, dhe ndoshta një veprën e vogël apo një veprën e madhe e bën të vogël niyeti dhe qëllimi dhe zemra. Andaj gjëja më e madhe e cila do të peshohet në peshojën e Allahut te bareke ve teala në ditën e Kiametit është kjo gjymtyrë ju vëllezër, që është brenda në gjoksin e çdo njerit prej nesh. Pra Allahu xhallahu ala thot ju që vrapuat pas dunjas, dunjaja nuk do t'ju bën dobi para Allahut azza wa xal. Ju që vrapuat pas shtimit të pasurisë, ajo e gjitha ju mashtroi. Në qoftë se pasuria nuk ishte në shërbim të kësaj zemreje, nuk bën dobi para Allahu xhallahu ala. Ju që vrapuat pas shtimit të fëmijëve dhe u krenuat me ata, në qoftë se ata fëmijë nuk ishin në shërbim të zemrës, e gjitha ajo nuk do të bën dobi para Allahu të madh te bareke ve teala. O ju vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith që del në pah dhe në shesh vlera e madhe e kësaj gjymtyre që gjendet në gjoksin e çdo njeri prej nesh. Ala wa inna fil jasadi mudghah. E pra dijeni se në gjoksin e çdo njerit prej jush është një copë mishi. Idha salahat, salaha al-jasadu kulluh. Në qoftë se ajo përmirësohet, të gjitha gjymtyrët përmirësohen. Wa idha fasadat, fasada al-jasadu kulluh. E në qoftë se ajo prishet edhe çthurret dhe shkatërrohet, shkatërrohen dhe çthurren dhe prishen të gjitha gjymtyrët e tjera. Ala wa hiya al-qalb, ajo është zemra. Andaj Imam Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu tha zemra me gjymtyrët është sikur generali me ushtrinë e tij. Në qoftë se urdhrat e generalit janë të drejta, atëherë edhe veprimtaria e ushtrisë do të jetë me gjykim të drejtë. Në qoftë se urdhrat e generalit janë të shthurura, edhe ushtarët do të veprojnë sipas urdhrave të generalit. Pra generali i cili i dirigjon dhe busulla e cila i orienton ju vëllezërit e mi të gjitha veprimtarin ton është zemra. Andaj sa herë që mund të vjen dikush edhe të thotë o imam, pse nuk mund të zgjojmë namazin e sabahut? Zemra o vëllau im. Pse nuk e ndjej dhe nuk e shijoj ëmbëlsinë e leximit të librit të Allahu xhallahu ala? Zemra o vëllau im. Pse o imam kur e përmendi Allahun xhelle xhelalu nuk e ndjej dhe nuk e shijoj përmendjen e Allahu subhanahu wa taala? Zemra o vëllezërit e mi. Andaj Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu tha law tahurat qulubuna ma shabi'at bi kalami rabbina. Në qoftë se zemrat tona do të pastroheshin,
Allahu Ekber. Në qoftë se zemrat tona do të përmirësoheshin, kur nuk do të ngopeshin me fjalën e të madhit Allah te bareke ve teala. Andaj i gjithë investimi çdo njeri prej nesh duhet të jetë në përmirësimin e zemrës. Në qoftë se kjo gjymtyr përmirësohet, kollaj ju vëllezërit e mi do të jenë të gjitha veprat që janë na afrojnë tek Allahu te bareke ve teala. Vëllezërit e mi, Allahu ju ruaj dhe ju mëshiroft. Del në pa rëndësia e madhe e kësaj çështje që është zemra. Hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allahu nuk i sheh dhe me shikimin e vlerësimit gjymtyrët e juja dhe as pasurinë e juj. Walakin yanzuru ila qulubikum, por Allahu te bareke ve teala sheh me shikimin e vlerësimit në zemrat e juja. Allahu akbar. Wa a'malikum edhe në veprimtarinë e juj. O ju robër të Allahut, Allahu ju ruaj dhe ju mëshiroft. Çështja e zemrës është shumë e çuditshme vallahi. Ajo e mban dhe e ngërthen në vetë imanin. Thot Ibn Qayyim el-Jauzi rahmetullahi alayhi wa aslul imani fil qalb, dhe esenca e besimit dhe imanit është në zemër. O ju vëllezër, kjo zemër e ngërthen në vetë dashurinë për Allahun. Kjo zemër e ngërthen në vetë ikhlasin, sinqeritetin për Allahun xhalla wala. Kjo zemër e ngërthen në vetë mbështetjen në Allahun, frikën për Allahut, shpresën në Allahun, dashurinë e madhe për Islamin dhe imanin, dashurinë e madhe për pejgamberët e Allahut alayhimus salatu wassalam. Andaj wallahi billahi thon dietarët, wallahi law wudi'a qalbul mu'mini fi kiffa was samawati fi kiffa lamalat qalbul mu'min. Pashat madhërinë e Allahut o ju vllazën. Në qoftë se do të vendoset zemra e besimtarit në një anë të peshojës, dhe 7 qiejt me banorët e saj, dhe 7 tokat me banorët e saj, do të rëndon zemra e besimtarit. Allahu te bareke ve teala tha, imagjinoni vëllezërit e mi, zemra e besimtarit e ngërthen në vetë fjalën e Rahmanit xhelle xhelalu, të cilën fjalë wallahi nuk mund ta mbajnë as malet, as kodrat, as kodrinat. Thot Allahu xhalla wa ala, law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Në qoftë se ne do ta kishim zbritur këtë Kur'an mbi malet, do t'i shihje ata të strukura dhe të bërha hije pluhu pe frikës së Allahu xhalla wa ala. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas. Këto ajete ne po va shpallim dhe po va tregojmë besimtarëve. Ku gjenden ajetet e Allahu xhalla wa ala? Thot Allahu subhanahu wa taala fi suduril ladina utul ilm. Këto ajete të qarta të librit të Rahmanit te bareke ve teala janë në gjoksat e atyre që Allahu xhalla wa ala va ka dhënë dijen edhe imanin. La ilaha illa Allah. Pra, siç thash o ju vëllezërit e mi, çështja e zemrave është çështje madhore vallahi. Në anën tjetër o ju robër të Allahut, zemra është ajo e cila e mban kufrin, Allah i na ruaj. Zemra është ajo e cila në vete e ngërthen mohimin e Zotit xhallahu ala, urrejtjen për fenë e Allahut, ateizmin, munafiqllëkun, esenca e nifakut, esenca e çthurjes edhe e fiskut është në zemër, Allahu na ruaj. Andaj, wallahi billahi nuk ka diçka më të përbuzë dhe më të nënçmuar tek Allahu te bareke ve teala se sa zemra e pabesimtarit. Si shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se besimtari, në qoftë se dunjaja do të kishte pas peshët tek Allahu xhallahu ala sa diçka e vogël prej krahut të mëshkonjës, nuk do t'i kishte dhënë një pikë ujiti pa besimtarit. Por që do të thotë ju vëllezërit e mi, se tek Allahu te bareke ve teala nuk ka vlerë pa besimtarët, absolutisht, për arsye se mbrenda në gjoksat e tyre fshehet kufri dhe mosbesimi dhe urrejtja e të madhit Allah te bareke ve teala. Atëherë ju vëllezërit e mi, pasi çështja është e këtill, që zemra është ajo e cila e ngërthen në vetë dashurinë ndaj Allahut, dhe zemra është ajo e cila e ngërthen në vetë urrejtjen e Zotit xhallahu ala. Zemra është ajo e cila e ngërthen në vetë imanin, dhe zemra është ajo e cila e ngërthen në vetë kufrin. Por dijeni ju robër të Allahut se zemrat rrotullohen. Ata e në digishta pe gishtave të Rahmanit te bareke ve teala, i madhi Zot xhallahu ala i rrotullon ata si të don. Andaj ishte pe lutjeve të vazhdueshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thonte Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. O Allah, o rrotulluesi i zemrave, ma përforco apo ma rrotullo zemrën time në fen tënde. La ilaha illa Allah. O ju vëllezër, në qoftë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas gajle për zemrën e tij,
atëherë çka mund të them unë dhe çka mund të thoni ju dhe çka mund të thotë çdo njeri prej nesh, o ju vëllezërit e mi. Andaj mos u çuditni në momentin kur devijon ndonjëri prej nesh, o ju robër të Allahut, se çështja e udhëzimit është çështje në dorën e Allahut, çështja e devijimit është çështje në dorën e Allahut. Andaj Ummu Seleme radhiyallahu ta'ala anha i tha: "E te khafu alejna ya Rasulallah, a ke frikë për ne o i dërguari i Allahut?" Shumë je duke lutë Allahun xhellahu ala, o Allah, ma përforco zemrën në fen tënde. Tha: "Oj nëna e besimtarëve, me të vërtet zemrat janë në digishta pe gishtave të Rahmanit xhellahu ala, i rrotullon ata si të don. Fa man sha'a an yuqimahu aqama." Kë dëshiron Allahu xhellahu ala ta përforcon e përforcon. Dhe kë dëshiron Allahu xhelle xhelalu ta devijon e devijon. La ilaha illallah. Andaj ka qenë ngajlja më e madhe, ju vëllezërit e mi, e pejgamberëve të Allahut alayhimu salatu wassalam, çështja e zemrave. Ja ku ishte Ibrahimi alayhi salatu wassalam, që kur Allahu te bareke ve teala e lavdëroi atë, e lavdëroi me zemrën e shëndosh. Thot Allahu xhellahu ala: "Idh jaa rabbahu biqalbin salim." Për kujtoni o Muhammed, kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam i erdhi Allahu xhellahu ala me zemrën e shëndosh. Zemra e shëndosh, o ju vëllezërit e mi, është zemra e njeriu që kur sprovohet në rrugën e Allahut, nuk e humbon busullën dhe drejtimin, por qëllimin final në jetë ka dashurinë e të madhit Allah xhellahu ala. Andaj kur Zoti i Madh te bareke ve teala e pa që zemra e Ibrahimit alayhi salatu wassalam sikur po anonte pak kaj dashurie për djalin e tij, i tha, ja shpalli atij në ëndër që ta bën kurban djalin, pra që në realitet ta bën kurban dashurinë e djalit të tij dhe të mos vend në zemrën e tij dashurie e dikujt tjetër posa Allahu xhellahu ala. فناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. Dhe ne e thirrëm ato: o Ibrahim, ti e realizove dhe e vërtetove me zemër ëndrrën të cilën e pae. Për këtë arsye, ju vëllezërit e mi, në momenti që Ibrahimi alayhi salatu wassalam i dha rëndësi dhe peshë të madhe zemrës dhe përmirësimit të asaj, që mos zën në zemrën e tij vend dikush tjetër pos Allahut, dashuria e dikujt tjetër pos dashurisë së Allahut, Rabbul Alemini te bareke ve teala si dhuratë ja dha që të gjithë trashëgimtarët pe pejgamberëve mbas atij të jenë prej familjes të Ibrahimit alayhis salam. Dhe ja ku ishte Ismaili, që pas atij erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas 3500 viteve, dhe ja ku ishte Ishaku, që të gjithë pejgamberët nga zinxhiri i Ishakut dhe tek beni izraelitët ishin pe bijve të Ishakut alayhis salatu wasalam. Pra Allahu te bareke ve teala në momenti që Ibrahimi alayhis salatu wasalam e pastroi zemrën e tij dhe e stërmbushi atë vetëm me dashurinë për Allahun te bareke ve teala, ja ruajti gjenezën deri në ditën e Kiametit. Andaj nuk ka njeri si Ibrahimi. Qadma sidqin, ati Allahu xhellahu ala i ka dhënë besnikëritë të gjithë njerëzit. Nuk ka kush pe krijesave që nuk e don Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Pse? Nga se e mbushi dhe e stërmbushi zemrën e tij me Allahun, me tauhidin, me njëshmërinë e Allahut, me dashurinë për Allahun xhellahu ala. Andaj, o vallahu im, kush dëshiron që Allahu te bareke ve teala t'ia ruan gjenezën edhe pas vdekjes, apo thon thjesht t'ia ruan farën e tij në gjeneratat që vijnë pas, le ta ruan zemrën e tij që të mos zën vend në të dikush pos Allahu te madh xhellahu ala. Vëllazën, ashtu siç nuk lejohet që në Kabe të adhurohet dikush tjetër pos Allahut, nuk lejohet që në zemrën e robit, e që është Kabja në trupat ton, të zën vend dikush tjetër pos të madhit Allah subhanahu wa taala. O ju vëllezërit e mi, për ngjarjeve që na i tregon Allahu te bareke ve teala për rëndësinë e madhe dhe pastërtinë dhe çiltërsinë e zemrave që kanë pas me pejgamberëve të Allahut, ishte Sulejmani alayhi salatu wasalam. Dhe realisht isha duke bërë një studim rreth Sulejmanit alayhi salatu wasalam, pasi që Allahu pejgamberit ton Ibrahimit, i cili e realizoi tauhidin, trashëgiminë e pejgamberllokut e la tek familja e tij, desha të di se me çka dalloheshte Sulejmani alayhi salatu wasalam, që pushtet të tillë Allahu nuk do t'i jep me askujt deri në ditën e Kiametit. Allahu te bareke ve teala thot: "Wa wahabna li Dawud Sulejman ni'mal 'abdu innahu awwab." Dhe me të vërtet ne Davudit alayhi salam ja dhurom Sulejmanin. Për çka kush ishte Sulejmani, ja Rabbel Alamin? Thot Allahu ni'mal 'abd, ai ishte një rob shumë i mirë.
Awwabun, vazhdimisht me zemër I kthyer tek Allahu te bareke ve teala. Pra ajo me të cilën dallohesh te Sulejmani dhe e lavdëroi Rabbul Alamin Ali subhanahu wa taala në Kur'an Sulejmani, ishte pikërisht zemra. Në momentin që ai zemrën e kishte vazhdimisht të kthyer tek Allahu, në sprova dhe në belaje dhe në të mira, Allahu xhalla wala thot wa wahabna lahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ne I dhuruam atij një pushtet dhe një mbretëri që nuk do ta ketë askush I pas atij. Allahu akbaru kabira. Andaj o ju vëllezërit e mi, kush dëshiron që Allahu xhalla wala t'i jep famë dhe pushtet dhe autoritet, kush dëshiron që Allahu xhalla wala t'ia ruan farën dhe gjenezën pas vetes së tij, që ta kujdeset Allahu te bareke o teala kur tretet në brenda në thellësinë e tokës, le ta ruan Allahu xhalla wala dhe pastërtinë e zemrës derisa është në faqen e tokës. Andaj, pra siç tham, edhe në qoftë se marrim imamin e pejgamberve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim ju vëllezër se në çdo skenë të jetës së tij, rëndësi më të madhe I jep të zemrës, dashurisë për Allahu xhalla wala. Siç thash në hadithin e Ummu Selemes, çdo nat luteshten. Dëgjoni ju vëllezër të mi se vallahi kjo është shumë e rëndësishme. Pasha Allahun e madh, në qoftë se devion zemra, vallahi s'ka kush e kthen pas. E në qoftë se rregullohet zemra, vallahi të gjitha gjymtyrët do të nënshtrohen para madhërisë së Allahut. Ja muqallib thot Ummu Seleme, pra për lutje dhe duajeve që më së shumti e dëgjoja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o rrotulluesi zemrave, ma rrotullo zemrën time në fen tënde. Nga sa I e dinte se Allahu xhalla wala thot në Kur'an, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. O Muhammed, në qoftë se ne nuk do të përforcojmë ti do në një farë formë ti do të anojsh ka ana e tyreve. E ne o ju vëllezërim, kush na përforcon pas Allahut? Andaj vallahi do të jetë patjetër pe lutjeve më të shumta që ta lusim vazhdimisht Allahu xhalla wala, o rrotulluesi zemrave, ma rrotullo dhe ma përforco zemrën time në fen tënde, ja Rabbel Alamin. O vëllezërit e mi, në këtë kontekst e përmenda këtë çështjen e rëndësisë të madhe që e dhan pejgamberi te Allahu për çështjen e zemrës, nga se një fjalë të tillë po e përmendën hoxha jon në librin e tij Fiqhun Nas, pasi që jemi në shpjegimin e këtij libri, pra thot Sheikh Yahya an Abi Darda radiyallahu anhu قال اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب وذلك أن يكون لي في كل وعد مال. Allahu akbar. Pra për fjalëve që I ka përmend hoxha në Fiqhun Nas, në librin Rrugëtimi dhe njohjes të vetes, është lutja dhe duaja që e bënte Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu dhe thonte, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde prej shpërndarjes të zemrës dhe atë që të kem pasuri në çdo luginë dhe në çdo kodër dhe në çdo qytet dhe në çdo katun. Pra imagjinoni ju vëllezërit e mi, aq rëndësi të madhe I jepnin të parët ton çështjes të zemrës, që sikur ai thot, ja Rabbi, në qoftë se pasuria është shkak që të më preokupon zemrën time, vallahi nuk e do. Ja Rabbi, në qoftë se, kushtimisht po them ju vëllezërit e mi, në qoftë se je duke pa se Facebooku nuk ta përmirëson zemrën, o vallahu im, largohu prej saj. Në qoftë se Instagrami nuk ta përmirëson zemrën, largohu prej saj. O Allah, kërkoj mbrojtjen për gjithçka që ma shpërqendron zemrën. Ibn Qayyim el-Jauzi rahmetullahi alayhi thonte, në qoftë se zemra goditet me shpërqendrim, nuk është e përqendruar siç duhet, atëherë ajo do ta humbën forcën dhe do ta humbën qëndrueshmërinë. La ilaha illallah. Çka do thotë kjo ju vëllezër? Në momentin që zemra goditet me tefrika, me shpërndahet zemra. Pra nuk e ka qëllim dhe synim në jetë vetëm kënaqësinë të madhit Allah subhanahu wa taala, por e sheh se ka qëllim të kënaqen krijesat, ka qëllim të kënaqen epshet, anon ka jeta e kësaj dunjaje, ashtu siç ta përmendim fjalën e Ibrahim ibn Adhemit, të ngjashme se ajo. Thot Ibn Qayyim, në qoftë se goditet robi me këtë sëmundje që është prej sëmundje më të mëdha të zemrës, pra shpërndarja e zemrës, atëra I e humbën forcën. Çka do të thotë e humbën forcën? Imagjinoni vëllazën, në një natë për netëve zgjohesh, e ndjesh veten se je I ngopur me gjumë. E ndjesh veten se në ora 4 para sabahut nuk ke nevojë më për gjumë. Bile edhe ke nevoja fiziologjike. Edhe I kry nevojat e tua përsëri nuk marrish një abdest të falish 2 rekat për Allah. S'ke forcë. Nuk ke forcë për të bëj ibadet. E vëllezërit e mi, imagjinoni ne kemi forcë ka 5 orë, 10 orë në ditë të mbajmë telefonën në dorë tonë, s'kemi forcë ta mbajmë Kur'anin. Çfarë tefriqatul qalb, kjo është shpërqendrimi I zemrës, kjo është shpërndarja e zemrës. Nuk ka forcë që të çohet trupi për të bëj ibadet Allahut azza wa jall. Mos than Zoti që ndoshta e dëgjojmë as-salatu khairun minan nawm, namazi është më me vlerë se gjumi dhe ne kthehemi nga e djatha në të majtën apo nga e majtën në të djathtën dhe vazhdojmë gjumin.
Edhe kur bëhet ora 7:30 për të bërë gati për në punë jemi të parët, nga se pronari i kompanisë e dëshiron që ne të jemi kompakt dhe precis me orarin. La ilaha illallah. Pse? Nuk ke forcë. Nuk ke qëndrueshmëri në fenë e Allahu subhanahu wa taala. Ju vllazën, imagjinoni nëse vjen një dallgë e madhe edhe një herë komunizmit, që do na i shtrëngon çështjen e fesë, kanë frikë se vallahi çdo njeri prej nesh do ta lëshojmë fenë e Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta një herë në vitin 2014 ju kujtohet se u burgosën disa prej hoxhallarëve tonë në disa prej vendeve tona. Me një herë filloi që të krijohet një lloj turbulence në mesin e të udhëzuarve. Sa që kam dëgjuar për disa qytete në Kosovë, djelmoshat e ri fillon edhe nuk dilnin më në xhamiat e Allahut azza wa xal. Mos flasim nëse vjen një pushtet, një lloj komunizmi që të vandalon gravet tona mbulesën, kanë frikë se nxjerrin edhe mbulesën. Kjo është ju vëllezër me tefriqatul qalb. Andaj Ibn Qayyim el-Jauzi po në këtë kontekst thot në një fjalë tjetër, wa aslu kulli khair jam'u al-qalbi ala Allah. Dhe esenca e çdo hajri dhe çdo e të mirës, të dunjas dhe të ahiretit, është tubimi i zemrës për tek Allahu xhallahu ala. Tubimi i synimeve, i qëllimeve që të gjitha të jenë Allahu dhe jo dikush tjetër pas Allahu subhanahu wa taala. Andaj në sprova dhe në belaja nuk lëkundemi se qëllimi kemi Allahun. Si tha në fjalën tjetër Ibn Qayyim el-Jauzi, kush e humb Allahun ka humb gjithçka, kush e fiton Allahun më tregoni çka ka humb, s'ka humb asgjë. La ilaha illallah. Pra për këtë arsye kjo është fiqhu i nefsit o ju vëllezër, domethënë ajo dija e madhe dhe njohja e drejtë e nefsit që njeriu ti lutet Allahu, o Allah, rum prej përqendrimit të zemrës, rum ja Rabbi që të shpërndahet zemra ime dhe të mos ketë qëllim, të ketë qëllime të shumta dhe të ketë qëllime kënaqësi të kësaj dunjaje dhe të ngjashme si ajo. Allahu musta'an. Këtë arsye ju vëllezër, gjithashtu ishte prej duave dhe lutjeve të parëve tonë radiallahu ta'ala anhum në këtë kontekst, Allahumma ijma' qalbi alejk, o Allah, të lutemi ja Rabbi, na i tubo zemra tona për të këty, ja dhe gjelali u likram. O ju vëllezër e mi. Gajlja më e madhe e të parëve tonë radiallahu ta'ala anhum ka qenë vallahi çështja e zemrave. Nga ju që u përmend pak më herët dhe nga ju që do ta përmendim inshallah taala me lejen e Allahu xhallahu ala, që ndoshta vallahi billahi ne më shumë japim rëndësi çështës pamjes të jashtme të trupit, apo ndoshta më shumë trembemi dhe frigohemi nëse vjen dikush që na thot filan e ke kancerin, dhe ne domethënë e shohim se gjithë dunjaja ka rënë mbi kokat tona, kurse në qoftë se vërejmë një lloj vrazhdësie, një lloj ashpërsie në zemrat tona, ndoshta edhe nuk e ndjejmë bile. E mos flasim që të shkojmë edhe të ankohemi te hoxhallarët, apo që të lexojmë për atë sepse zemrat tona nuk e ndjejnë kënaqësinë në ibadete në adhurime. Kush prej të parëve tonë nëse zgaboi Hasan el-Basri radiallahu ta'ala anhu thonte, nëse nuk e gjej zemrën tënde në 3 vende, lutë Allahun xhallahu ala të të jep një zemër tjetër, se zemra jote ka vdek, Allah i na ruaj. Zemra ju vëllezër e mi sëmuhet, zemra ndodhet edhe që të vdes. La ilaha illallah. Po zemra mund të gjallërohet me një gjallëri që nuk vdes deri ditën e takimit me Allahun subhanahu wa taala. Andaj thonte kush nuk e gjen zemrën e tij në namaz, le t'i lutet Allahu xhallahu ala që t'i jep një zemër tjetër se zemra e tij ka vdek. Allahu musta'an. Kush nuk e gjen zemrën e tij në leximin e Kur'anit, le ta lutën Allahun t'i jep një zemër tjetër se zemra e tij ka vdek. Kush nuk e gjen zemrën e tij në përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, le ta lutën Allahun xhallahu ala t'i jep një zemër se zemra e tij ka vdek. Andaj ju vëllezër e mi, gajla më e madhe pra të parëve tonë radiallahu ta'ala anhum ka qenë vazhdimisht çështja e zemrave. Imagjinoni Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhum. Omeri, të cilin e kishte garantuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me xhenetin, i cili njihej ju vëllezër e mi për riqatul qalb, për zbutjen e zemrës, për ndikimin e madh që ndodhte në zemër dhe në sytë e tij në momentin kur lexohej te libri Allahu xhallahu ala. Ndodhte me javë ndonjëherë nuk dilte në xhami o ju vëllezër se sëmuheshte natën duke lexuar një prej ajeteve të Allahu xhallahu ala. Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a. Radiallahu ta'ala anhu qante derisa thua se i kishte 2 vija të zeza ndërsy prej lotëve të mëdha që qante natë radiallahu ta'ala anhu. Megjithatë shkonte shpesh herë tek Hudhaifa ibn al-Yamani dhe i thonte hel semani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munafiqa, a mos më ka fut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në listën e munafikëve? O Hudhaifa, mos vallë kom të një çthurje në zemrën time, se çthurja më e madhe është nifaku. Pra imagjinoni vëllezër, me kishte gajle për zemrën e tij, mos e godet nifaku, çthurja, dyfitërsia, Allah na ruajt ya rabbel alamin.
Derisa Abu Hudhaifa radhiyallahu anhu i thonë jo o i biri Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj në këtë kontekst, pa gajlja e sahabëve dhe shkuarja e tyre tek hoxhallarët, tek dietarët që të pyesin për çështjen e zemrës, është fjala që ka përmendur Hoxha Jon Sheikh Yahya në këtë kontekst. Thot wa ata Darda rajulun faqal, në një ditë prej ditëve erdhi një djalosh tek nëna e Dardaja, pra radhiyallahu ta'ala anha, dhe i ka thënë inna bida'a min a'zami da'i fa hal indaki lahu dawa. Pra ka një djalosh tek Dardaja radhiyallahu ta'ala anha dhe i thot: "O nëna e Dardas, me të vërtetë e ndjej në veten time një sëmundje, e cila është prej sëmundjeve më të mëdha. A ke një ilaç për atë?" Darda i thot: "O ma dhak, çka është ajo për të cilët po ankohesh?" Ai i tha: "Inni ajidu qaswatan fi qalbi", tha unë e gjej një lloj vrazhdësie në zemër, la ilaha illallah. Shihni vllazërit e mi, ai ka ardhur tek Dardaja radhiyallahu ta'ala anha të ankohet për vrazhdësinë e zemrës. Pashi Zotin e Madh, kur është hera e fundit që unë edhe ty kemi shku tek ndonjëri prej hoxhallarëve dhe i ke thënë: "O imam, po ndjej vrazhdësi në zemër. Po ndjej ashpërsinë e zemrës." A e dini ju vëllezërit e mi se Allahu na ka treguar në Kur'an se sëmundja më e madhe që e godit njeriu është gafleti, e gafleti si pasojë ashpërsisë të zemrave? Allahu xhallahu ala cilësinë kryesore të i qifutëve, jehudëve tregon në Kur'an se është shturja e zemrave, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Dhe pastaj zemrat e juja o ju qifut, i thartë të librit, u bën të ashpra sikur guri, bile dhe më të ashpra se ajo. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah", mirë për ata që zemrat i kanë të ashpra nga momenti kur përmendet Allahu. Malik ibn Dinar i thonte: "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zam min qaswati al-qalb", nuk është godit robi me në një sprovë dhe ukube, pra dënim më të madh se sa vrazhdësia e zemrave. Allahu na ruaj. Si tha Allahu xhallahu ala kur i tha Musa alayhi salatu wassalam, dhe ku e din ata se unë nuk i kam godit me sprova më e madhe se ata nuk e shijojnë ëmbëlsinë e imanit. Allah i na ruaj ya rabbel alamin. Wallahi vllazën që të na i merr Allahu ëmbëlsinë e imanit, priteni si ky umet të shkatrohet. Dhe për Zotin e Madh, kush e lexon historinë e shkatrimit të Islamit në Andaluzi dhe në shumë prej vendeve muslimane, është se aq shumë i kaploi gafleti dhe dhënia pas haremeve dhe epshe dhe kënaqësive të kësaj dunjaje, derisa ma nuk e shijonin librin e Allahu subhanahu wa taala. Momenti kur u ngrit ëmbëlsia e imanit për zemrat të tyre, erdhi edhe shkatrimi aty milleti dhe aty populli. Allah i na ruaj. Për këtë arsye në qoftë se në këtë iman dhe këtë besim, i cili si thash esenca aty fshehet në zemër, nuk e ruaj me fanatizmin më të madh. O ju vëllezër, ajo që e kërkon iblisi për çdo njeri prej nesh është që ta ngritën imani për zemrave e të vdesim dhe dalim para Allahu xhallahu ala pa iman. Sufjan al-Thauri radhiyallahu anhu e pa në momentin e fundit duke qajt dhe i tham: "Pse je duke qajt o imam? A je duke qajt për mëkatet?" Tha: "Çështja e mëkatet është shumë e lehtë, por kam frikë më merr Allahu imani pi zemre. Mos vdes me pa iman." Shihni pra kanë ardh ke dietarët, ke hoxhallarët në këtë rast tek Dardaja radhiyallahu anha dhe i thot: "Unë e di që ajo është sëmundja më e madhe." Mirë po Darda kur e dëgjoi kët, i tha: "Inna da'uka a'zamu da." Wallahi sëmundja yte që ka shumë sëmundje madhe, sëmundje serioze. Jo lezë ndoshta ndonjëherë ne hoxhallar mund të themi: "Ama vllase, edhe të gjithë ne na godit kjo sëmundje. Ai se inshallah zotëri Allah na ndihmon." Jo, sheve fiqhu. Shihni vllazën mençuria dhe dija e madhe ulemave dhe dietarëve që kanë qenë para nesh, fiqhun nafs. Tha: "Da'uka a'zamu da." Wallahi sëmundja yte që ka shumë e madhe. Ai që ka shumë serioze. Imagjinoni pra si thash e vëllezën, nëse vjen dikush e na thot: o imam, o hoxha, o shoku im, o vallahu im, e kam një sëmundje shumë të madhe." Hajr inshallah, thot: "E kam kanceri." Dridhemi me njerë. Po nëse na thot: "E kam vrazhdësinë e zemrës", s'ka problem. Ai se të gjithë ne jemi godit me këtë sëmundje. Është zemani e vrazhdësisë. Jo, çështja është shumë serioze, o ju vëllezërit e mi. Illa menet Allah, atë ditë nuk bën malli dhe fëmia dobi, vetëm kush i shkon Allahut me zemër. Kjo zemër është ajo e cila i ngërthen punët e hajrit. Kjo zemër është që i ngërthen punët e sherrit. Allah i na ruaj ya rabbel alamin. Pas asaj domethënë Dardaja radhiyallahu ta'ala anha domethënë ja jep këshillat se për zbutjen e zemrës, po do t'i lexojmë më poshtë inshallah ta'ala. Në faqen 15 thot hoxha, thot: "Waqafa rajulun ala Ibrahim ibn Adham", mos harroni jemi ende tek pjesa gajlje e madhe e selefit për vrazhdësinë dhe ashpërsinë e zemrave, të cilët kjo gajle i kanë nxit ata që të shkojnë dhe të ankojnë këtë hall të madh të hoxhallarët e tyre. Për fjalëve që i përmendën hoxha, thot: "Waqafa rajulun ala Ibrahim ibn Adham fa qala ya Aba Ishaq lima hujibat al-qulub 'anillah."
Edhe një ditë një djalosh tek Imam Ibrahim ibn Adhemi rahmetullahi alej, dhe i thot: o imam, lima hujibat alqulub anillah. Shifni çfarë pyetje vllazën, la ilaha illallah. Pse o imam ka perde mes nesh dhe Allahut? Pse është kjo mbështjellës, kjo pengesë mes nesh dhe Allahut? Pse o imam nuk e shijojmë imanin, nuk e shijojmë ibadetin? Fillimisht të vëllezërit e mi, Allah e pas mëshiru këtë djaloshin që nuk ja dim emrin, nuk e kam përmendur për libra, po e pas ka ditë ke kush pe imamëve të shkon. Tek Imam Ibrahim ibn Adhemi rahmetullahi alej, që njiheshte në realitet për devotshmërinë e tij, për zemrën e tij dhe për ndikimin e madh që e kishte në ibadete në adhurime. Sa që për imani dhe besimit të madh që e kishte Ibrahim ibn Adhemi dhe kënaqësisë të madhe që e ndjente në ibadete dhe në adhurime, shpeshherë ku faleshte natën Ibrahim ibn Adhemi rahmetullahi alej thonte: Wallahi në qoftë se banorët e xhenetit jenë në këtë kënaqësi të cilën unë po e ndjej tash në ibadet dhe në adhurim, që kënaqësia ndjet me zemër. Wallahi banorët e xhenetit që kanë një mirësi shumë të madhe. Thonte ndonjëherë, wallahi na vjen një kënaqësi në zemër, prej kënaqësisë të afërsisë me Allahun xhallahu ala, saqë po të kem mundësi që të kërcej në atë moment kisha kërcej prej kënaqësisë të madhe. La ilaha illallah. E ky djaloshi vjen edhe pyet Ibrahim ibn Adhemi rahmetullahi alayh. Shifni vllazën se si ja kthen përgjigjen imami, i thot: li annaha ahabbat ma abghadha Allah. Për arsye se zemrat tona e duan atë që e uren Allahu xhallahu ala. Ahabbat ad-dunya wa malat ila na'imiha wa zakharifiha wa taraka al-'amala li darin fiha hayatu al-abad. Për arsye se zemrat tona e duan atë që e uren Allahu. E duan dynjan dhe kënaqësinë mbas saj dhe kanë lënë punën dhe veprimtarinë për ditën e takimit me Allahun subhanahu wa taala. Çfarë përgjigje madhështore, la ilaha illallah. Në momentin që zemra ju vëllezër e mbushet me dashuri ndaj dikujt tjetër posa Allahut, si e till zbrazet dhe zbehet nga dashuria për Allahun e madh subhanahu wa taala. Në qoftë se ajo merret me përkujtimin e vazhdueshëm të ahiretit edhe botës tjetër, padyshim që do të përmirësohet. Vazhdon hoxha prej fjalëve që i përmendën në librin Fiqhun Nefs. Vazhdimisht po i përmendin fjalët e Fiqhun Nefs o vëllezër, për esenca që e kërkon edhe vëllaznit është pikërisht ky libër, thot në faqen 17, thot qala Umar ibn Salih, sa'altu Aba Abdillah. Shifni vëllazën. Përsëri jemi vazhdimisht te gajle e sahabëve e po e selefit ton të parë për çështjen e zemrës. Thot Umar ibn Salih, një prej nxënësve të Imam Ahmedit rahmetullahi alayh, thot e pyeta imamin Ebu Ahmedin, Ebu Abdillah mfalni, yani domethënë Imam Ahmedin, bima telinu l'qulub. Me çka zbuten zemrat o imam? Shifni ju vllazën vazhdimisht pyetjet e atyre njerëzve që kanë qenë para nesh. Për të pa vallahi shpeshherë edhe vllai ju i thot, shifni be në rrjetet sociale, shifni be pyetjet e njerëzve të udhëzon, para se të flasim për njerëzit që janë xhaila. Ndoshta pyesim ç'mendim o hoxhke për filan hoxhën, për filanin, për alanin, a e pa se çka ndodhi në filan rasti. O vllazën, lajmet e dunjas nuk mbarojnë as, s'kan mbaruar dhe nuk do të mbarojnë. Amma yatasaelun. Allah thot për çka pyesin njerëzit, për çka polemizojnë, me çka mirë, me çka preokupohen. Ani nabil azim, për lajmin e madh, alladhi hum fihi mukhtalifun. Rreth të cilit ata po kanë mos pajtime për çka. Jo, njerëzit mirë me lajme të kota, boshe, të cilat nuk të bëjnë dobi për zemrën tënde. O vëllau im po e kthej vëllau fundin e ligjëratës tek fillimi i saj, kapitali më i madh që posedoj unë edhe ty është zemra. Andaj për këtë zemër na ka urdhëruar Allahu xhallahu ala të ulim shikimet. Për ta ruajtur këtë zemër Allahu xhallahu ala na ka obliguar që të mos dëgjojmë fjalë të kota. Për këtë zemër Allahu na ka obliguar që të mos porgojmë dhe shpifim. Për këtë zemër Allahu xhallahu ala na ka obliguar që të ruhemi prej haramit, se harami e prish zemrën. Bima talinul qulubu ya imam. Me çka zbuten zemrat o imam? Thot pra Umar ibn Salih, fa absara ilayya thumma absara ilayya thumma atraqa sa'atan thumma qala bi ay shay bi akl al halal. Thot më pa, pra Imam Ahmedi më pa thot në sy. Pastaj uli shikimin, pastaj më pa edhe një herë, pastaj uli shikimin. Thumma atraqa sa'a, pastaj mbajti kokën të ulur një çast, një moment dhe ngriti kokën dhe tha bi ay shay, je duke më pyetur se me çka zbuten zemrat? Bi akl al halal, me ngrënien e halalit. Që sa ka të bon ngrënia e halalit, rujtja pe haramit, rujtja pe zullumit ndaj krijesa dhe pasurisë së tyre, se prishet zemra ju vllazën. Dhe si e till në momentin që prishet zemra, prishen edhe konceptet, prishen edhe kuptimet. Suneti të duket bidat, bidati të duket sunet, imani të duket kufër, kufri të duket iman, derisa devijon njeriu në emër të Islamit dhe nuk e di se ka deviju. Vetëm kur ta sheh veten para Zotit xhallahu ala, vepra të bëra hi e pluhun, Allah i na ruaj ya rabbel alamin.
Gjithashtu ju vëllezër e mi në faqen 18 thot hoxha jon Sheikh Yahya qala Imam Malik kullama ajidu fi qalbi qaswatan آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ بنفسي أياما. Imam Maliku radiallahu anhu, vazhdojmë të jemi në këtë njëjtin kontekst të vëllezërit e mi, rëndësinë të madhe që i kanë dhënë të parët tonë radiallahu ta'ala anhu çështjes të zemrës. Thot Imam Maliku radiallahu ta'ala anhu, kush? Imam Maliku radiallahu ta'ala anhu, imami i Medinës, i Darul Hijrës. Thot sa herë që e ndjej në vete një vrazhdësi të zemrës, që do thotë ju vëllezërit e mi se kjo është një sëmundje që i godet edhe ulemat, i godet edhe njerëzit e mëdhej, mos flasi mua dhe ty. Jo, vallahi ai që flet, vallahi zemrën e ka ma ta ashpër, Allah na rujt vallahi. Dhe vallahi tek Allahu janë kujm gjendjen tonë. Nëse thonë të hoxha jon Muhammed Mukhtar al-Shenqiti, në qoftë se vijnë bisedat dhe ligjëratat për çështjet e fiqhut, vallahi flasim lehtë, se halal dhe haram është shumë i qartë. Mirë, kur vjen biseda për çështjet e zemrës, për imani, vallahi për ligjëratën më të rënda, se vallahi ai që flet ndoshta e ka zemrën më të vrazhë dhe më të ashpër në raportin e tij me Allahun. Allah i na udhëzoft. Vallahi këto ligjërata e vëllezër fillimisht do të jenë për zemrën time, pas edhe për zemrën e çdo njeri prej nesh. Lutë Allahu na përmirëson. Pra Imam Malik radhiyallahu anhu thot sa herë që ndjej në veten time një vrazhdësi, qaswatan fi qalbi, një vrazhdësi në zemër, Ati Muhammed ibn al-Munkadir, thot shkoj dhe vizitoj hoxhën ti Muhammed ibn al-Munkadir rahmetullahi alayh. Fa anzuru ilayhi nadratan, dhe e shoh, vetëm e shoh imamin. Vetëm thot e shoh, fa atta'idhu bihi ayyama, dhe më mjafton ajo si këshill për disa ditë, la ilaha illallah. Por hoxha jon Sheikh Yahya në këtë kontekst thonte, patër pse që futët edhe munafikët nuk i përmirësuan zemrat e tyre edhe pse e pan fytyrën më të bukur, fytyrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që do thotë ju vëllezërit e mi, sa i tha ajidu fi qalbi qaswatan, unë gjej në zemrën time një vrazhdësi, një ashpërsi, dhe nuk e la që ajo të shtohet, edhe të forcohet, edhe të ntrashet, derisa që nuk bën dobi edhe këshillat e Rabbul Alamin subhanahu wa taala. Më ka mjaftuar vetëm një herë ta shoh fytyrën e Imam Muhammed ibn al-Munkadir dhe të më shfaqet dhe të më largohet e gjitha ashpërsia. Por që futët e pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munafikët e pan pejgamberin e Allahut, pa besimtarët e pan fytyrën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk ju bëri dobi fytyra e tij. Nuk ju bëri dobi atyre ajetet e qarta të Rahmanit që i lexonte ai mëngjes edhe mbrëmje. Allahu na rrit pse? Zemra ju vëllezërit e mi. Ndaj zemra ju vëllezërit e mi është çelësi i kuptimit të gjitha ajeteve dhe argumenteve të Allahut në tokë dhe në qiell. Wama ya'qiluha illa al-alimun. Allahu xhallahu ala thot ajetet e Allahut i mediton rreth tyre ai cili ka dije dhe ka iman, por dija është në realitet në zemër. Apo siç thot Allahu, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Pse ata nuk e meditojnë Kur'anin? Apo mos vallë në zemrat e tyre ka dry, i ndry zemrat e tyre, Allahu na ruaj ya rabbel alamin. Gjithashtu prej fjalëve që i ka përmend i Sheikh Yahya, كان ميمون بن مهران يذهب إلى الحسن البصري رضي الله عنه ويقول يا أبا سعيد قد آنست من قلبي غلاظة فاستلن لي منه. Gjithashtu Mejmuni ibn Mihrani ka qenë për ulemave të vjetër, ndoshta edhe për nxënësve të Hasan al-Basri's radhiyallahu anhu, apo edhe kanë qenë në dije të ngjajshëm radhiyallahu ta'ala anhum, thotë shpeshherë i shkoja Hasan al-Basri's dhe i thoja ja Aba Sa'id, ja Aba Sa'id qad anastu min qalbi ghiladatan, unë ndjej në veten time se po kam vrazhdësi dhe kam trashësi të ashpërsisë dhe vrazhdësisë, festelin li minhu, të lutem o imam më jep një këshill. Pra që do thotë ju vëllezërit e mi, që jemi ulë sonte që të këshillohemi për zemrat, pas ka qenë traditë të parëve tonë radhiyallahu ta'ala anhum. Ato bile ndoshta nuk ka pas natë për netëve që nuk janë ulë në mezhliset e tyre të bisedojnë për këtë çështje. Sa që thuhet se në mezhliset e Umar ibn Abdul Azizit aq shumë është përmend ahireti dhe vdekja dhe takimi me Allah, pra përmirësimi i zemrave, sa që kemi menduar se në mezhliset tona ka xhenazë duke qajt njerëzit vazhdimisht në mezhliset e atyre imamëve. O vëllezërit e mi, këshillat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe mezhliset e tij në edhe të fiqhut, të halalit dhe të haramit, edhe të meseleve të fezë, të akides, të hadithit dhe kështu me radhë, kanë qenë në realitet çështje që direkt janë ndërlidh me zemrën. Thot Irbad ibn Sariya, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan balighatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Me të vërtetë një ditë për ditëve na këshilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një këshill me të cilën na u dridhën zemrat dhe na u përlotën syt. Pra pejgamberi Allahut ju folte zemrave të sahabëve, ju folte mendje të shëndosha të tyre radhiyallahu ta'ala anhum. Pra këto ishin disa prej fjalëve të cilat i ka përmendur hoxha jon Sheikh Yahya në lidhje
me pikën që e përmenda hemmu selefil a'dham, pra gajlja më e madhe të parëve tonë radiallahu anhum, ishte çështja e zemrave. Andaj në këtë kontekst Malik ibn Dinari thot, poshtë në faqen 18 thot, qale Malik ibn Dinar, "Law a'lamu an qalbi yasluhu ala kunasatin la dhahabtu hatta ajlisa 'alayha." Thot Malik ibn Dinari, rahmetullahi alayh, në qoftë se do ta kisha ditë se zemra ime përmirësohet tek vendi mbeturinave, pa të punoj si pastrues si mbeturinave, vetëm që zemra ime të thyhet para Allahu subhanahu wa taala, do ta kisha bërë një gjë të tillë. Pra ju vëllezërit e mi, esenca gjithçkaje që ato ka qenë thyrja e zemrave. Si thot Ibn Qayyim el-Jauzi, wa a'zamu babi lid-dukhuli ala Allah huwa babu al-inkisari bayna yaday Allah, o inkisar al-qalb, iftiqaruha ila Allah. Dhe dera më e afërt për të hyrë tek Allahu te bareke ve teala është dera e thyrjes së zemrës para Allahu subhanahu wa taala. Pra që do të thotë ju vëllezërit e mi, se reputacioni më i madh për ato ka qenë zemra, jo pozita dhe autoriteti tek njerëzit radiallahu taala anhum wa ardahum. Në këtë kontekst për fjalëve apo për mësimeve dhe këshillave që i ka përmendur hoxha jon Sheikh Yahya, domthonjë kjo e gjitha ajo që pika që i kam ndau ju vëllezërit e mi është rezumeja e fjalëve që gjenden në libër, përndryshe, nëse libri është i përkthyer në shqip mund ta lexojmë dhe përfitojmë prej tij. Mirë, por rezumeja sillet rreth këtyre. E fundit që e ka përmendur hoxha që dëshiron ta thekson në këtë kapitulli i zemrës është dawaul qalb. Ilaçi i sëmundjeve të zemrës. O vëllezërit e mi, normal që Allahu nuk ka zbrit një sëmundje vetëm se me të ka zbrit edhe ilaçin e asaj. Sëmundja më e madhe është sëmundjet e zemrës, andaj edhe ilaçi më i madh është ilaçi i zemrave. O ju vëllezërit e mi, nëse trupi i njeriu të shërohet me ujë të pastër dhe të çiltër, Allahu subhanahu wa taala e këshilloi apo e rekomandoi pejgamberin ton Ejubin alayhi salatu wassalam, bjeri tokës, që prej asaj do të dilë një ujë i pastër dhe i ftohtë, dhe prej atij ujiti të pastër dhe të ftohtë i erë shërimi i trupit. Sëmundja më e madhe, sëmundja e zemrës, andaj shërimin e saj Zoti xhallahu ala ka vendosur tek libri i tij. Nuk ka zbrit diçka më e madhe prej qiellit që i shëron zemrën më shumë se sa libri i Allahut azza wa jall. Andaj më kujtohet një herë në një mezhlis, kemi qenë me hoxhën ton Sheikh Yahya dhe i tham, o imam, na tregon një prej librave më të mëdha që kanë shkruar selefi, qoftë Ibn Qayyim apo të tjerë për ulemave në çështjen e zemrave. Tha hoxha, libri i Allahut. Libri i Allahut subhanahu wa taala shëruesi i zemrave. Shpesh ndoshta ne fokusohemi tek Medarij es-Salikin, Ibn Qayyim el-Jauzi për shembull, apo tek libra të tjerë të ngjashëm se ai që janë shkruar për çështjet e zemrave. Po, është një libër i madh, është libër gjigant, mirë po më i madh i gjithë librave të mëdhenj është libri i të madhit Allah subhanahu wa taala. Andaj Ibrahim ibn al-Khas, këtu e përmendën hoxha, fjalën e Ibrahim ibn al-Khas, i cili thotë dawaul qalbi khamsatu ashya'in, e para atyre qira'atul Qur'ani bit-tadabbur. Pra ilaçi i zemrave është në 5 gjëra, një prej tyre thot leximi i librit të Allahu subhanahu wa taala me meditim. Në këtë kontekst thot hoxha jon Sheikh Yahya hafidhahu Allah taala, qira'atul Qur'ani bit-tadabbur, thot khassatan fil layli laysa lahu mathil. Leximi i librit të Allahu subhanahu wa taala me meditim, veçanërisht në qoftë se është në fundin e natës, dhe veçanërisht në qoftë se është në namaz, nuk ka shembull që i përngjet asaj. Andaj në qoftë se është e mundur, o vëllau im, unë edhe ty, Allah na përmirësoft, që në një pjesë të natës të zgjohemi, të trazohemi nga shtretëri ton, të marrim të lexojmë librin e Allahut, nëse e dish arabishtën edhe dim pak prej hifdh prej librit të Allahut, atëherë jo është më e mirë të jetë në namaz, apo nëse jo atë merr lexoje në gjuhën atë që ti e kupton, merri disa ajete për ajeteve të Rahmanit subhanahu, vendosi në zemrën tënde. Ndalu tek ai ajeti i cili preket zemra, lexo një herë, lexo 2 herë, lexo 3 herë. Imagjinoni thot kush pe sahabë radhiyallahu ta'ala anhum se pejgamberi Allahu çoshte ndonjëherë natën dhe me një ajet e kalon të gjithë natën në namaz. Dhe ai është ajeti i Allahut, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Me një ajet për ajeteve të Rahmanit xhallahu ala. Thot Ibn Qayyim, dhe ndodhen që një ajet të lexohet gjithë natën me meditim është më e mirë se sa të bëhet një hatme.
Për këtë arsye vëllezër, ushqimi i zemrës me ajetet e Rahmanit, ndoshta bën ndonjëherë dhalika kitabu la raiba fi. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim në të. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim në të. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim në të. Ushqeje be zemër me largimin e çdo lloj dyshimi pe librit të Rahmanit subhanahu wa taala. O ju vëllezër, nëse al-shayatin al-marada, edhe xhinnet nuk mund të adhurojnë fjalën e Rahmanit subhanahu, çdo sëmundje e cila është e vendosur në zemrat tona del prej saj, nga se s'e duron fjalën e të Madhit Allah te bareke wa taala. Ajetet, hadithet se flasin për këtë çështje o vllazërit e mi janë të shumta, nuk është qëllimi ajo, sa është qëllimi që të tregojmë për ilaçet e kësaj zemre, lutë Allahun xhelalu ala që na i përmirëson ata. Prej çështjeve të cilat i përmendën, më thanë Umu Derdaja radiallahu ta'ala anha, që ka përmend hoxha në librin kapitullin Qalb, është iadatul marda, thot vizita të sëmurëve, dhe ndjekja xhenazeve dhe vëzhgimi wal-ittila' ala ahli al-qubur, dhe vëzhgimi i vazhdueshëm tek varrezat. O ju vëllezërit e mi, padyshim që shkuarja tek një sëmur me zemër, duke e pa mirësinë e Allahu xhallahu ala ndaj teje, që Allahu nuk të ka godit me këtë sëmundje që e ka godit vallahun, apo ndjekja e xhenazeve, që elhamdulillah te Allahu ende të ka dhënë një frymëmarrje, apo vizita e varrezave dhe shikimi dhe vëzhgimi i gjendjes së tyre, që në mesin e tyre është gjyshi edhe im edhe gjyshi yt. Ndoshta është babai ndonjëri prej nesh, ndoshta është vëllai, ndoshta është nana, ndoshta është gruaja, ndoshta zotruna është edhe fëmia ndonjëri prej nesh, që kemi qenë dikur në tryezë së bashku në drekë dhe në darkë, sot ai tretën në varr, vallahi do të vjen një moment kur unë edhe ti do të mbetemi të vetmuar. Kjo ushqimi i zemrës në këtë formë, o vëllezërit e mi, me lenin Allahu xhelalu ala do na i përmirëson zemrat. O vëllezërit e mi, realisht nevoja për ilaçin dhe shërimin e zemrave shumë e madhe, veçanërisht në këtë shpërqendrim të zemrave që jetojmë në zemanin tonë, që ndoshta edhe pas përfundimit të kësaj ligjërate, shqetësimi me telefonat, shqetësimi me rrjetet sociale, do të na i haron gjithë atë që e tha hoxha. Është shumë e nevojshme vallahi bilaj. Ulja shikimit është shumë e rëndësishme. Kur flasim, thonë të hoxha, jo shehjaja, nuk flasim për shikimin vetëm në haram, ajo Allah na ruajt, ajo e damton, ajo e shkatron zemrën. Flasim edhe shikimin e gjëra të cilat nuk janë të dobishme. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. Mos e zgjat shikimin tek ajo që ne I kemi kënaqur ata për kënaqësive të dunjas. Që tregon te hoxha jon Sheikh Saleh Usaimi për një prej hoxhallarëve të tij, edhe ndërtesat e mëdha, tha, kur filluan në Riyad të shfaqen, isha një herë dhe I thash njëri prej hoxhallarëve, shifo imam ndërtesat e mëdha, veç e mbuloi fytyrën e tij dhe tha, mos e gjuaj shikimin tek gjërat me të cilat ne I kënaqim ata. Pa shikimi I tepër të ju vllazë në çështjet e dunjas krijon ndoshta edhe epshin, edhe dëshirën, edhe urrëtitjen, edhe hasedin, edhe të ngjashme si ajo e prekupojnë zemrën derisa ajo edhe tusabi tefrika, goditet me shpërqendrim. Për çështja që I ka përmend Ibrahim ibn al-Khas për ilaçeve të zemrës me lenin Allahu subhanahu wa taala, pra çka tha? Tha radiallahu ta'ala anhu mujalasatu salihin, edhe ulja në mejliset e burrave të mirë. Wallahi billahi tallahi, pa pik dyshimi, në qoftë se nuk do të marrim mësim për këtij mejlisi, dhe mejlise të shumta që ju I bëni me hoxhallar dhe mësuesit e juaj, po sa sa që e ndjesh në veten tënde zbutjen e zemrës, ai është hajër dhe bereqet I madh. Dhe pa dyshim që do të goditet zemra me një gjë të tillë. Nga sa ju vëllezërit e mi, shembulli I këtyre mejliseve të hajrit është si shembulli I një njeriu I cili shet miskun. Nëse hym tek ai, edhe nëse zblejm diçka, era e miskut do të na mbetën. Pa era e këtyre mejliseve dhe hajrateve ku çka jipen dhe shiten në këto mejlise, patjetër që do të lanë gjurmë në zemrat tona. E kundërta me të kundërtën, mejliset e sherrit, mejliset ku përhapet e keqja, është për shkaqeve të vrazhdësisë të zemrave. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na shton dinën dhe imanin, të na jap kuptimin e Islamit ya rabbel alamin. Çështja e zemrës në realitet është çështje madhështore, që dietarët edhe hoxhallarët ton ka ligjërata prej hoxhallarëve të shumtë që kanë folur për sëmundjet e zemrës, për ilaçet e zemrës, por mjaftohemi me disa prej fjalëve që I përmendi hoxha jon Sheikh Yahya, edhe ato që I kisha përgatit. Ku lutem Allahun subhanahu wa taala që të na përmirëson zemrat ya rabbel alamin. O Allah, kërkojmë mbrojtjen tënde prej shpërqendrimit dhe tefriqat al-qalb, do të thënë shpërndarjes së zemrës, ya dhe xhelali ul ikram. O Allah, na bëj për atyre që zemrat tona peshojnë në peshojat e tua në ditën e mahsherit të madh, ditën ku nuk bën dobi as malli as fëmia, vetëm kush I shkon Allah me zemra të shëndoshë. Amin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.